Sa të bëjmë ka i qatë pa i shumë bashkë. Është shumë mirë që s'kemi qenë bashkë. Tani, drejtën në temë. Si që thamë, do bëjmë një make-up për të gjitha gocat që janë në gjimnaz. Ti do e bësh të gjëmë, se unë do bëj një make-up skandalos që kam bërë në periudhën që kam qenë në gjimnaz. Pra, do fillojnë në të njëjtën kohë. Dhe më duket si tani që bëm bashkë ti ke momenti që tallesh me mua. Kam prit të gjithë jetën time për këtë moment. Tani, unë do bëj një make-up shumë minimalist që askush të mos dhunohet nga prindrit kur niseni për shkollë. Dhe një make-up që mund ta bëj kushdo pa u dukur se nuk keni bërë make-up. Unë do bëj një make-up që papi, pas e shif të video. E bëja kur ikja nga shtëpia për në shkollë në fugon, se nuk mund të lyesha në shtëpi absolutisht jo. Dhe fillojmë gjithmonë me një palë vetulla të zeza dhe shumë të trasha. Nëse i kam shumë të vogla dhe të holla vetuat, i kam lyer paraprakisht, kështu do jap gjithë kohën Krisianës tani, por të vazhdoj me concealerin. Unë do ju sugjeroja për gocat që bëjnë make-up në gjimnaz, mos të përdorni kot fondatin se bllokoni poret dhe nuk ka pse. Nëse keni fytyrën e pastër, por edhe nëse nuk e keni, pak concealer mund të eliminoni gjithë gabimet. E unë përpara kam vendosur krem dielli. Unë nuk dal nga shtëpia pa vendosur krem dielli. Por ne në gjimnaz para shumë vitesh nuk e njihni fare kremin e dielli. E vërtet. Ose përdorni ndonjë nga ato që na kishin ngelur nga plazhi. Do thoya një lloj kremi që përdorni pas mund ta them. Që është për gjitha bashkë. Qa është ai? Pa, i bardhin kështu që do 3 orë. E vëdam. Po, kështu. Oh my god, si Angry Bird! Si që pas ke pa i, do kështu i filma ke përsa ta Angry Bird. A qatë meri, aty duke shmirë për live skandal. Vazhdo shpirt. Vazhdo se ke senator nga keni vetë. Pse si janë ka shumë djegëse tonë, krisellatorët dhe senatorët, mendoj që ato tuhet e kanë fal. Jo se ti u plek mua kështu. Si flas? Po me këto vetulla, isha nuk i pret se çam ka thënë deri tani. Si me pse me këto vetulla, është stadi bashkimi. Ja, shikoj të çuar më dero. O zë më po kështu e ka pas vlor. Unë për hapa concealerin do përdor pak fare bronzer për ta ngrohur pak, por mos e egzagjeroni me bronzerin, pasi duket thjesht sikur ka kapur dielli. Tani përveç vetullave, kaq të trasha, kaq me këmbë dhe kaq të gjata, do të thotë hapësira që këto nuk kapin flokun është një maj soj këtu. Ti besoj se s'ke përdorur sponge, ose kam njoh sponge. Me duar moj. Apo e hapja me duar. Tu do ta bëj këtë gjë? Edhe gjithmonë ka qenë një fondatin ose shumë më errët se fytyra jote, ose shumë e bardhë si fantazëm. Okej, mbaron dhe me bronzerin. Angry Bird, jo, ke të drejtë me betullat. Tani, unë i bëra sy që t'jem në një linjë me kristallin, se kjo ka shumë pak gjëra për të bërë, dhe ky peneli shifni këtu duhet jetë shumë e maj, gati të kapi vetullan, dhe ndërkohë po lyqer pikët që kanë, o zoti malë kristall, bjetë shtresa. Unë vendosa shumë pak blush, mos duveni si mallapupe, lulkuqe, dimor. Dhe Hajtë prasoj pak shërpikët? Kam bërë shumë pak qërpikët, sepse nuk dua të ngjitën dhe të kemi këtë pamje. Shumë pak shërpikët. Më rëndojnë që pallat e syve. Ja, kaq. Po kjo ka qenë ideja e qërpikëve atëherë. Tani shumë bronzer, o zot, thjesht viza, nuk di do me thënë, viza. Tani ky bronzer e rri vizë, si që thash. Unë mbarova, nuk do përdor laps buzësh, sepse do ta shikoni te Krisiana që fillon përdor lapsin e buzës në gjimnaz, ke një tendencë, një dëshirë shumë të madhe për të rritur buzët dhe përfundon me overline deri këtu, ja, si shumë tash. Dhe do të jetë kjo trekënd që këtu i preme vizore. Dhe është kaf. Është kaf, po, dhe është një momenti që hap bukë, ti ikën e gjitha dhe ngelesh kështu. Se është deri këtu lart. Dhe hapësira mes overline të buzës dhe hundës do të jetë një kështu. Ja më shumë. Ja, njerëzit normal përdorin lip gloss. Barova.
E lim gjithë buzën kafë. Ua, afro pak. Çfarë cepash? Kjo kam qenë me gjithë. Unë përdor një televizore për të qenë simetrike. Piramida trekëndore. Marova? Blash nuk përdorja. Kush e njifte blashin firma i mopë. A qartë. Do e lim gjithë buzën me laps kafë dhe po e rrithem dhe njërë tani në fund që si që thash më përpara, jam shumë e lumtur që make-upi ka evoluar sepse si mund të ishte ky lloj make-upi në ditët e sotme. Kur mund të bëni këta? Kështu li blos nuk ekzistonte thotë. Okej. Besoj jemi shumë të qartë se kush do ju pëlqejë më shumë, por që mos i bëni më këto gabime në mënyrë që të keni këtë pamjen dhe dukeni kaq natyrale dhe kaq cute në të njëjtën kohë. Dhe çka kemi bërë ne përveç këtij make-upit tënd të tmerrshëm? Ne kemi bërë një gjë shumë të bukur kësaj here, kemi mbledhur lule vet, Kemi shkuar kartolina. dhe ja kemi shpërndar të gjitha gocave dhe grave të qytetit tonë. Shifeni!